Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi prap. Jemi të vendosur përsëri në studio, me kështu munguar studio dhe qëndrimi kështu për shëndrimi më saktë i studios. Ndonjëherë vendet e tjera janë vërtet interesante, siç ishin ditën e djeshme te Candy Show. Por për shëndrimin im ishte shumë i vështirë për shkak të mbërësirave që ndodhen aty, duke qenë se jam një ëmbëlsirë dashëse dhe tashmë e kam marrë vesh të gjithë. Ndërkohë Diana me mëngjes, Viktor, Giulio, Martin, të gjithë. Vini me mëngjes. Si e? Sot diskutojmë për një temë mjaft interesante dhe prandaj dua vëmendjen tuaj dhe jam shumë e sigurt se do shkoj shumë mirë ky live për të vetë arsye sepse të gjithë nga ju, mirëmëngjes Kliti. Faleminderit. Gjithë nga ju do keni diçka për të thënë edhe nëse keni revolt të brendshme ndaj mësimit online, për sa i përket lodhjes me këtë mësimin online, për sa i përket bezdisjes me këtë mësimin online, për shkak të ndonjëherë shkputjes me internetin edhe çdo gjë tjetër, unë ju ftoj të shfryheni këtu në këtë live, unë ju ftoj gjithashtu që të mirëmëngjes Franci, mirëmëngjes Mami, që të shprehni gjithë opinionet tuaja, mendimet tuaja për këtë mësim online, i cili ka qenë dhe ka rezultuar vërtet frustrues. Kështu që sot do diskutojmë për mësimin online, se si po e përjetojnë studentët në fakt, por jo vetëm, sepse ka dhe target grupet e tjera të cilët vazhdojnë kurse apo specializim të shumta online, dhe duhet të di kjo pjesa online, sa ndikon te kjo pjesa e largimit nga realiteti, nga realiteti. Po, ngjitja më shumë me virtualitetin dhe përshëndrimi më shumë në pjesën e virtualitetit online. Kështu konsiderohet. Marsi, mirëmëngjes, shumë faleminderit edhe për ty një ditë sa më mbar, apo je Albana. Okej, që nga Albana tani e pa shumë mirë foton e profilit. Përshafoj shumë dhe faleminderit që po më ndjek. Pyetja e parë është, mendoni se mësimi online, pra të shkojë ose të bëjë mësim në shtëpinë tënde dhe në rehatin tënd, në komoditetin tënd, ka rritur apo jo shpenzimet e studentëve? Një pyetje shumë e thjeshtë, dua thjesht një përgjigje po jo, se sot do ju bëj një stuhi pyetjesh. Si e keni përjetuar ju mësimin online? Ndërkohë kemi Elida, Miss Rose. Mirëmëngjes. Ndërkohë Miss Rose është gjithashtu një pjesë e kësaj teme, sepse jep mësim anglisht, apo jo, mos gabon, edhe besoj se ti ke një ide për mësimin online, ose nëse vazhdon akoma të japësh këto kurset live, është akoma më mirë që ta japësh një mendim të përgjithshëm. Ndërkohë Ardian, mirëmëngjes. Shumë faleminderit, je shumë e mirë. Përshafoj shumë. Ndërkohë, unë jam pro mësimit online, na thot Giulio, pse Giulio? Unë mendoj se mësimi online, po vazhdoj unë me mendimet e mia, fillimisht ka ndihmuar në një lloj komoditeti të jashtëzakonshëm që në auditor ndonjëherë nuk mund ta gjeje, në shkollë nuk mund ta gjeje, një lloj ngrohtësie që ndoshta nuk mund ta gjeje në shkollë, flas me realitetin, ose fakti që ti je shumë i atachuar me shtëpinë, i ke gjithë gjërat aty. Por nëse do na thonte Martini, i cili thotë është kundra mësimit online, do filloj besoj Martin do fitosh në faktin që është shumë shpërshëndruese, nuk është as pak përshëndruese, pra është shumë je i gjithkohës i allakatur, do lëvizi diçka te kuzhina, do gatuhet diçka pak më tej, ti do shpërshëndrohesh nga ushqimi, ndonjëherë do duhet të gatuash fi kamrën, diskamrën, pra gjithë këto problemet që ju keni konstatuar, unë do doja shumë të diskutoja sot. Dhe një tjetër pyetje që do kisha për ju në vazhdim, kështu që bëni gati përgjigjet se kam shumë pyetje për ju sot. Një pyetje tjetër që unë kam në vazhdim është lidhur me faktin që a besoni ju se ne shqiptarët në një farë mënyrë jemi atashuar më shumë me platformat e punuarit online, sepse nuk po rezulton vetëm mësimi online, por rezulton edhe puna online. Shumë prej jush kanë filluar të punojnë part-time në shtëpi, apo fare mirë kanë filluar të punojnë full-time në shtëpi. Pra duket sikur kompjuteri edhe telefoni janë krijuar dhe janë kthyer në miqtan më të mirë në këtë kohë të vështirë dhe janë kthyer nga ata të cilët na zgjidhin punë në momentet tona më të vështira. Ndërkohë Hana, mirëmëngjes. Faleminderit që na ndoshën ditë, faleminderit për ato që këshillën për maskën, ishte shumë e vyer, duhet kemi kujdes në këtë kohë. Kujdesi duhet të jetë maksimal. Pastaj do flasim gjithashtu për pjesën e dytë lidhur me vaksinën, se na shkruajti pak Martini pak më lart për disa firma, apo jo Martin, apo e kam kish kuptuar unë. Ndërkohë, do të theksoja që janë dorëzuar 6.000 firma GES për lidhje me çfarë Martin? Për çfarë ke? Me vaksinën apo? Ndërkohë, Miss Rose na thotë që jep pro mësimit online për të rritur shumë komoditet për të veçlit, jo fatkeqësisht. Okej, më vjen shumë mirë që Elita patë mundësi ta ndante mësimin online në dy grupet e caktuar, ku thotë grupi i parë i atyre të cilët japin mësim online është më komode në shtëpi, ndërkohë grupi i dytë atyre që marrin mësim online, edhe mund të them ata të cilët janë goxha të vështirë që ta atashon me këto platformat online, i rezulton kështu pra, i rezulton e vështirë dhe jo e përputhshme me pritshmëritë e tyre apo me angazhimin e tyre apo me energjinë e fëmijëve. Imagjino ti mbash ata të përshëndruar përpara një platforme të cilën nuk e konsultojnë dot.
Është shumë mirë online për të gjithë, na thot Alexis. Alexis ndoshta besoj ke edhe pak për frikën e infektimit apo të COVID-19. Ndërkohë Raimond Almin, thotë mëngjesi, shumë faleminderit. Jo, jam shumë mirë, jemi me kondicioner, kemi gjitha kushtet këtu, kështu që ndihem shumë mirë, nuk kam ftohtë fare. Ndërkohë na thot Skerdilian, më fal një pyetje për ju, se më mirë është një pyetje për gjithë. A kanë të gjithë mundësinë të zhvillojnë mësim online? A jeni informuar se shkolla janë pajisur me mjetet e domosdoshme për ta zhvilluar këtë proces, sidomos nëpër fshatra, mos e bëni në Shqipëri, në Tiranë, por hyni pak më thellë. Pikërisht Skerdilight. E thash mirë Skerdilight. Skerdilight, emër shumë e bukur ta gëzosh, është shumë e vërtetë i gjithë të shqetësimi që ti ngre. Unë prandaj e bëj zakonisht live-in. E di Skerdilight, të them një kuriozitet, live i parë i emisionit sot me Xhesin ka qenë mbi mësimin online. Edhe unë fakt bëra si një retrospektiv, një retrospektiv mbi këtë temë, se dia shumë mirë që tërhiqte goxha vëmendje dhe tërhiqte me të vërtet shumë kuriozitetin e tjerëve dhe kurreshtjen për të qëndruar në live për ta dëgjuar çfarë po bëhet me mësimin online. Kështu që ke shumë të drejtë kur më pyet, a i kanë gjithë mundësitë, a janë të informuar se sa shkolla aksesojnë me kompjutera, a janë të informuar se sa student apo fëmijë kanë të drejtë, kanë mundësinë dhe privilegjin në mënyrë të kenë internet të pa ndërprer apo vetë telefon apo smartphone apo një laptop. I di shumë mirë dhe janë pyetje të ngritura me shumë të drejtë dhe nuk të vendos as pak faj që e koncepton në këtë mënyrë. Ndërkohë, na thotë gjithashtu kemi komente. Një tuf reze një tuf reze në apo është e thash mirë në përre, po se kesh kuptova ndonjëherë, kam jo pasigurie për këto titujt. Shumë faleminderit që na bashkangjite. Ne kemi në fakt shkrimin tënd pak më vonë, do ta lexojmë një herë në pjesën e dytë kur ne të flasim pak për përjetimet gjatë karantinës, sepse në fakt mësimi online lidhet shumë me përjetimet gjatë karantinës, por një tuf reze në përre. Mësar Rena ka dërguar në fakt një shkrim shumë interesant, një shkrim i cili lidhet drejt për drejt me përjetimet e COVID-19. Unë ju ftoj të ndiqni të faqen e saj sepse ka shumë interesante me foto, me imazhe të mrekullueshme. Unë e ndjek vazhdimisht, edhe komunikoj me të dhe ka qenë një nga suportuesit e mia më të mëdha. Okej, na thot Giulio. E para koha, nuk kemi humbje kohe. E dyta është komoditet. Pra Giulio është pro mësimit online dhe arsyet që na jep Giulio janë këto. Fillimisht thotë koha, nuk kemi absolutisht humbje kohe. E dyta është komoditeti. E treta janë kushtet, të gjithë e dim se çfarë kushtesh kanë shkollat shqiptare dhe katedra mësimore është goxha e kuptueshëm nga profesorët. E pesta ke na thot Giulio, një tjetër koment pak. E pesta ke mundësinë e rikthimit të leksione. Po, shumë faleminderit që mbani sollën në vëmendje Giulio këtë. Të përgjithë studentët vlen kjo pyetja. A keni përjetuar dhe ju mundësinë ose lehtësinë e aksesit ose riaksesit në këto platforma Teams për shembull, që mund ta riaksesosh dhe ta rikthesh mësimin që ti ke patur. Ndoshta ti bësh një record aty mësimi, ta kesh në telefonin tënd dhe ti kthesh sa herë të duash. Madje mund t'i kthesh edhe pas shumë viteve. Kjo është gjë shumë pozitive. Pra le të mundohemi të marrim disa nga aspektet pozitive dhe më pas nga ato negative. Mirë është në fakt që meqenëse Giulio është i adresuar drejt anëve pozitive dhe mund të them rezultateve pozitive. Avantazhi që ka e gjithë platforma online, do doja shumë që të tjerë ta kundërshtonin Giulion. Hajde kundërshtojmë Giulion të gjithë në mënyrë që të krijohet edhe një mendim kritik dhe të krijohet ky fokus grupi me mendimet nga më të ndryshme. Për shembull, një nga gjërat që unë do t'i thoja Giulios, ta kundërshtoj pak, nuk e kam zakohë, po e bën një, është pjesa e kohës. Unë mendoj Giulios që koha është një thik me dy presa në këtë aspekt. E para është humbja e kohës, sepse ti do shndrosh, po thuaj që në një farë mënyrë nuk kemi humbje kohë. Unë mendoj se kemi një humbje kohë të jashtëzakonshme dhe këtë them sepse kemi humbje kohën lidhur me komunikimin me të tjerët. Pra, duke shndruar në platformë online, mund të jetë një humbje kohe në një farë mënyrë kur ti nuk merr cilësinë e duhur. Pra, nëse ti thjesht po shndron edhe mban kamerën e hapur dhe je duke parë pedagogun dhe lektorin, thjesht në sy dhe nuk je duke perceptuar gjithçka thot ai, ty kthehet në një detyrim të shndrosh, edhe kjo kthehet në double time. Pra, ti do të rikthesh këtyre mësimeve apo jo. Kjo është një kohë tjetër. Ndërkohë ti mund ta kishe marrë me të parën atë informacion të saktuar. Pra, shumë e vështirë ndonjëherë ta shohësh në platformën online të rrisësh përqendrimin përballë ekranit dhe shumë herë më e vështirë kesh kohë përsëri, pra të kesh një kohë ekstra, një kohë rezervë si në sport, një kohë rezervë për të rikthyer këtyre mësimeve online që ti ke patur. Ndërkohë, na thot Martini, nga të dhënat që disponojmë dhe që janë publike, pretendohet që janë mbi 81% e fëmijëve që kanë qasje në internet dhe me të drejtë ata mund të mbeten tek arsyetimi pyetet pse duhet të mbeten. Plus thot shkak interneti, plus lini shumë pyetje, mësimi është shumë i pakuptueshëm. Na thot gjithashtu Martina Arstina, mirëmëngjes. Ti mirëmëngjes, do të jetë Tila. Mirëmëngjes të gjithë. O xhingëri im se përgjet fjalën
Thotë Jola është duke folur për lojën që bëjmë ne në fund. Mirëmëngjes Dënjush, ke soba ty se shtot. Ktu është shumë ngrohtë, kemi kondicionerin, mos u shqetësoni. Mos u ftohet zemra. Ju jam shumë mirë, se shqetësoni për mua sot. Më thoni që si jeni pro, kush është ai që se kupton në një sallë 120 veta në klasë. Thot Giulio, më thoni ju që si jeni pro mësimit online, kush është ai që kupton mësimin në një sallë 120 veta në klasë. Po Giulio ka të drejtat e gjithë botës, na thot Jola. Ndërkohë, dështimi plot është mësimi online, a thot Dea, lutem, a mund të thuash pse? Unë në fakt nuk është se e quaj dështim total, absolutisht jo, sepse kontakte me pedagogët i kemi mbajtur, ndoshta përshëndrimin e kemi rritur, investimin në kohë e kemi rritur gjithashtu, po do doja dija më shumë lidhur kësaj fjalës dështim, sepse nëse ti thua dështim, është një fjalë e përgjithshme e zakonisht shumë dhe mund të mendojmë që mund të jetë në këto nivele të përgjithësimit. Pra pse e konsideron ti dështim total? Doja shumë ta dija këtë. Ndërkohë, Skerdi Lajdi, shumë faleminderit, e kemi shumë bukur ta thash një herë. Thotë që unë flas nga eksperjenca si mësues. Ah, super, shumë faleminderit. Dhe është përqeshur njëkohësisht edhe përçarë që nxënësit ku jepja mësim nuk e kishin idenë se si ishte deti e jo më të kishin internet apo mjete për zhvilluar një mësim online. Në çfarë zone ke dhënë mësim Skerdi Lajt? Lutem, nëse mund të ma thuash, nëse mund ta japësh këtë informacion, se sipas perceptimit tim duhet kesh dhënë në mësim online në një zonë shumë të thellë ndoshta që nuk kanë patur kontakt me internetin dhe jo vetëm. Thotë që ashtu Skerdi Lajti është një mësues i cili po na jep disa informacione, jam e sigurt që pothuajse shumica e shkollave në fshat nuk e njohin internetin apo kompjuterin. Është një realitet i trisht që dita ditës po qëndron midis të gjithëve ne, thotë, dhe shumë pak e shikojnë apo e përjetojnë. Jemi shumë brapa për të thënë që kemi bërë shumë hapa përpara. Shumë shpreh bukur kjo. Jemi shumë brapa për të thënë që jemi duke bërë shumë hapa përpara. Shumë faleminderit Skerdi Lajt Murati që po na shkruan dhe je mësues në aktualisht. Ndjes unë nuk e mora që ishe një mësues, mendova në njëjtën kohë se mund të ishe nxënës apo student, por të falenderoj shumë se më pëlqen shumë pjesa që ti atashohesh me rubrikën sot të gjithë dhe jep një argumentën, sidomos kur vjen nga ana një mësuesi, një kompetenti të kësaj fushës dhe mbi të gjitha ai i cili shndron aty brenda. Po na thot Skerdi Lajti gjithashtu që kemi këtë pjesën e problemin që disa fëmijë ndoshta nuk kanë parë datin, thotë jo më mësimin online. Ndërkohë, çfarë po ndodh këtu? Po lexoja komentet. Një koment, Jola çfarë po ndodh? Se ke këtë konotacion negativ të përjetimit këtu. Ndërkohë, jeni të lirë të shndroni, të largoheni, të shkoni pak, të lehtësoheni, të reflektoni dhe pastaj të riktheheni. Është e hapur kjo për gjithë ne. Ndërkohë, na thot Rushit Xhepa, na thot mirëmëngjes, mësimi online nuk është i dur sepse ka mësues që nuk bëjnë fare, mos të flas më për nxënësit. Pra në një farë mënyrë, Titi ose Tila, nuk e di kush është më mirë, po besoj është Tila, thotë që mësimi online është një lloj dyshimi për sa i përket angazhimit nga dyja palët. Thotë nga njëra anë angazhimi që mund të kenë fëmijët që mund të lë për të dëshiruar, por nga ana tjetër dhe ngrej me drejt këtë pikpyetje, po, që mund të jetë angazhimi nga ana e mësuesve që mund të jetë jo në nivele të dëshirueshme. Dhe kjo ndodhet për disa arsye. Fillimisht na thotë dhe kam përshtypjen se për këtë e ke, fakti që mësuesit ndoshta nuk janë në komoditetin e tyre të mjaftueshëm në shtëpinë e tyre. Marrin parasysh që janë prindër, marrin parasysh që mund të jenë edhe të angazhuar në diçka tjetër, marrin parasysh që kanë përgatuar edhe kanë për bërë të punën të shtëpisë. Kështu që pak a shumë gjithë kjo situatë krijon atyre dhe një lloj jo komoditeti. Nuk e kanë vetëm për universitetet, për ciklet e tjera, mësues të papërgatitur, nxënës të papërgatitur, prindërit, sistemi gjithçka asgjë nuk funksionon ato Dea, e kanë ngritur në nivelet makro, por me të drejtë sepse na thotë që gjithë kjo struktura mund krijojë edhe nxënës të papërgatitur në të ardhmen, dhe është një nga shqetësimet që ne ngrejmë vazhdimisht. Dhe shumë faleminderit në Facebook që po jepni këto argumente. Ndërkohë Ariola thotë përshëndetje motra dhe të gjeti këtu, shumë faleminderit. Ariola të përshëndet shumë, e kam akoma rrethin që më ke dhuruar. E ruaj si sy të badit. Ndërkohë një tjetër koment që na vjen në Instagram, për sa i përket kohës, nuk jam dakord që ke humbje, sepse ato kohë që do i rikthesh mësimit online, do të thotë që se ke pasur mendjen e mësimit, çka do të thotë që kemi humbur kohën më shumë se 2 herë. Pikërisht për këtë po them, për këtë po flas Xhulio. Ndonjëherë është më mirë mos qëndrosh fare në platformë online dhe thjesht ta shfrytëzosh atë maksimum kur ti shkon, kur ti thjesht akseson për herë të parë. Ademi Lulzim, përshëndetje. Faleminderit që joined. Drejtuar Skerdi Lajtit. Okay, kemi një replik Skerdi Lajt, nëse ndodhesh akoma aty, mos harro që ata nxënës bëjnë mësim të gjithë vitet në të njëjtat klasa, nuk po them
që ata duhen privilegjuar, ama ata janë gjatë të diskriminuar nga shteti më kohë. Ndoshta Gjuli është duke ngritur dhe problemin këtu të jo profilizimit të duhur të mësuesve, të anës dhe të stafit akademik më saktë dhe fakti që një mësues detyrohet në njëherë të japi shumë lëndë. Ka shumë pikë pyetje. Gjithë sistemi arsimor në fakt kur flitet për sistemin arsimor edhe sidomos kur flitet për mësimin online, ngre pikë pyetje dhe me të vërtetë ngre një lloj dyshimi të jashtëzakonshëm për gjithë këtë situatë. Dhe na thot Gjulesha janë privuar, nuk e lexova privilegjuar, se e dija se nuk ishte privilegjuar, po kam përshtypjen që me të vërtetë janë privuar në një farë mënyre, duke qenë se kanë një ngarkesë të jashtëzakonshme. Unë sa mbarova mësimin online këtu në Turqina, thot Ariola, cila është tema sot? Pikërisht Ariola, të përshëndes shumë nga Shqipëria. A u largove përsëri, mendova se isha akoma këtu. Ne jemi duke diskutuar sot për mësimin online, si po vijon mësimi online, si po përjetohet mësimi online nga të rinjt shqiptar dhe a ka një frustrim të jashtëzakonshëm. Nuk e di, ndoshta pritshmëritë e mia para këtij live kishin më të larta në aspektin negativ, fakti që mund të jetë frustruese, mund të jetë bezdisëse, mund të jetë jo atashuese për të rinj. Ndërkohë më rezulton e kundërta. Shumica prej jush po thonin që, okay, ka problemet e tij, nuk funksionon, mund të jetë dhe dështim, por në një mënyrë këtej nga Instagrami janon më shumë tek pjesa që po është mirë, është një mësim online, ke komoditetin në shtëpi, je rehat, edhe ke kosto më të ulët. Ndërkohë, po për pjesën e xhepit dhe buxhetit, si mendoni? A ka ndikuar në ekonomi mësimi online, fakti që ti je në shtëpi, shumica për studentëve janë larguar dhe në përreth, madje shumica studentëve që jetojnë në Tiranë dhe që kanë vendosur që ndodhen në Tiranë, kanë dhe kohë për të vazhduar një punë praktikisht. Pra qëndrojnë pak online, mund të rikthehen atyre më vonë, mund të ndihmojnë miqtë e tyre, por edhe po punojnë. A ju ka rezultuar në fakt kjo mësimi online, gjithë ju që jeni marrëdhënie pune? A ju ka rezultuar mësimi online në të njëjtën kohë edhe një mundësi për të punuar, edhe një mundësi për të qëndruar pak më të lirë, për të bërë dy gjëra në të njëjtën kohë? Alexis na shkoi nga Gjermania, të përshëndes shumë Alexis. Jessica shkova për të ndryshuar të gjitha dhe mësimin online, ato fëmijë që nuk kanë mësuar në shkollë nuk mësojnë dhe online. Është një tjetër problem ky Alexis i meritokracisë, sa vërtet e meritojnë notën dhe se si do të vlerësohen këta nxënës, një zot i madh e di, edhe unë të kuptoj shumë mirë për sa i përket këtij procesi. Ndërkohë, Martini thotë jam më mirë këtu në Facebook, ku të ndihesh ti më mirë Martin? Sot kemi një sistem të përpunuar ku janë të përfshirë pothuajse të gjitha këto në procesin mësimor. Ky proces ka ecur normalisht në kushtet e anormalitetit. Kjo nuk do të thotë që ne jemi të kënaqur që po zhvillojmë mësimin online, as më tepër që ka procese mësimore të vështira në atë Martini që zhvillohen në distancë. Për secilin në fakultet kemi një grafik ku e zhvillojmë trajnime për metodologjinë e mësimdhënies online. Është në një citim ky Martin nga ndonjë autoritet, lutem, siç so pak që do unë mos ta bëj thjesht citimet e domethënë mos ta citoj dhe mos ta dokumentoj. Absolutisht po, ndërkohë që bën mësim, ndërkohë je duke punuar. Gjulio është rasti i cili po na thotë që edhe besoj e ke edhe për veten Gjulio, këtë që edhe bën mësim online, edhe je duke punuar. Sa efektive mund të jetë? Ju bëj pyetje të gjithë jeni të lirë të përgjigjeni. Sa efektive mendoni që është të bësh mësim online dhe në njëjtën kohë të punosh? Pra, unë personalisht, nga njërë që njoh dhe që i përjetoj gati çdo ditë në mësimin online, kam vënë re që shumica prej tyre punojnë, janë në punë edhe ka një lloj çasti tolerance nga ana e institucionit apo nga ana e vetë pedagogëve. Ndihem mirë për këtë, por që në të njëjtën kohë them it's unfair në një farë mënyrë. Po ta mendosh në terma të përgjithshme, është unfair që ti po investon për një master shkencor i cili kushton shumë, dhe në të njëjtën kohë ndoshta nuk merret atë ti prisje. Është një kohë e gabuar për të vazhduar masterin, e kam menduar unë ndonjëherë këtë. Ndërkohë Skerlilajt Murati po na kthen përsëri përgjigje Xhulio, të kërkoj që të kesh pak vëmendje për sa i përket komentit që të ka kthyer. Në fakt, për fat keq jam një ish mësues i cili si shumë të rinj të tjerë mori rrugën e një dheu të huaj, por më vjen shumë keq që shumë nxënës sot vuajnë nga mungesa e kushteve për të zhvilluar një mësim normal. Po flasim edhe për ata nxënës që duhet të përshkruajnë pothuajse 2 orë në këmbë për të shkuar tek shkollat e mesme ku bëjnë mësim në të ftohtë apo në shtëpi. Apo në shim, nuk është për qeshur, por kishte nxënës që kërkonin edhe leje për një arsye që mund të duket e pabesueshme. Më jep leje të lutem, se duhet të shkoj me baktit që ti kudo staton. Mos po flasim gjë për mësimin online, pra shikoni pak mua më pëlqen shumë që ju sillni informacione shumë reale, sillni raste dhe përjetime shumë reale dhe nuk më vjen fare turp ose një lloj sikleti apo një lloj hezitimi për të lexuar ato ashtu siç janë. Dhe faleminderit shumë Skerlilajt, ishte ndoshta një nga aspektet më të rëndësishme në temën e sotme dhe besoj që është një nga ato të cilët më ka devijuar totalisht mendimin për temën e sotme, për mësimin online. Ti më ke çuar në një tjetër dimension që është ai i pyetjes së mësimit online, ndërkohë që
fëmijë të tjerë ndoshta nuk kanë mundësi të shkojnë edhe për shkak të rrugës apo jo Skerdi Light, edhe për shkak të kushteve të infrastrukturës nuk kanë mundësi të shkojnë në shkolla, ata ndjekin atë normalisht edhe kur ishte normaliteti. Pra ti po thua që në një farë mënyrë dhe të jap super të drejtë për këtë aspekt, ke shumë të drejtë në këtë aspekt. Çfarë po pyet thotë Skerdi Light për mësimin online, ndërkohë që shiko pak një lloj panoramike që un po të bëj të një vendi jo shumë larg ku kam punuar dhe kemi përballë, paktën unë e kam përballë një mësues i cili është larguar nga Shqipëria, i cili ka marrë ndoshta këtë rrugën drejt një vendi të huaj, siç e thotë, dhe është larguar. Skerdi Light se e larguar. Nëse mundem të të pyes, lutem, sepse më pëlqen shumë mënyra se si ti e ke shkruar të gjithë komentet, të falenderoj shumë i gjatë, por më pëlqen fakti që e ke shkruar aq qartë dhe pastër, sa më jep mundësinë ta lexoj dhe të rikthem 100 herë. Ndërkohë, Ariola Çela po na shkruan nga Turqia, e cila është një mësuese që dashur që na jep mësim online atje në gjuhën angleze. Nga kontaktet që kam patur me nxënësit që kam në Shqipëri, i shikoj që janë dorëzuar edhe me negativitetin e tashmë. Edhe me negativitetin tashmë. Thonë se thjesht po bëjmë mësim dhe kaq. Madje disa nuk mund dhe nuk duan të flasin rreth kësaj teme, sa e pyet thotë aman u zysha na thonë ndonjë gjë tjetër. Pra ka një lloj tërheqje na thotë Ariola, pra shqyr që u bë kjo balanca e përjetimit pozitive dhe negative të mësimit online. Ariola na thotë që janë negativizuar në një farë mënyrë të gjithë nocionet dhe konotacionet kur flitet për mësimin online, nuk duan fare të flasin për mësimin online dhe madje thonë që thjesht po bëjmë stim dhe nuk është se po mësojmë. Janë dy gjëra krejt ndryshe këto dhe unë e kuptoj shumë mirë. Ndërkohë, kemi komente nga Xhulio Ndjes. Unë i bëj të dyja, thot Xhulio, kështu që nuk është e paarritshme sa i përket efektivitetit varet kujt do ti përkushtohesh më shumë, cili si përkushtohesh ti më shumë, Xhulio, punës apo mësimit online. Skerdi Light, e para të përgëzoj që e larguar na thot Xhulio, e dyta ai nxënësi që kërkon leje për të kullotur baktit nuk është i destinuar për të nxënën. Pse ke këtë mendim, Xhulio? Pra ti po thua që ai ndoshta e bën atë se nuk ka kushte të tjera, nuk ja del dot, domethënë është minimumi i kërkesës së tij dhe kërkesa e tij është një minimum për të arritur diçka e cila është maksimumi, që është jetesa ose më saktë jetesa. Pra kushtet e tij mund të jenë shumë të këqija, Xhulio, dhe e kërkon këtë gjë tjetër sepse nuk ka ku të shkojë, domethënë është mundësia e vetme për ta bërë këtë gjë. Plus mund t'i vendoset në ndihmë prindërve dhe nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe, përkundër është për të përgëzuar. Megjithatë, detyra e prindërve është t'i ofrojë kushte dhe kohë fëmijës për të ndjekur mësimin si një nga proceset më të rëndësishme për rritjen dhe për gjithë personalitetin e tij. Xhulio është super për atë që thot Alexis dhe Xhulio ka një lloj mund ta them një lloj partneriteti publik. Sa i përket atyre që bëjnë 2 orë rrugë online, jep mundësi shumë njerëz mos e humbin kohën kot, na thot Skerdi Light, por na e thot Xhulio këtë gjë që edhe koha në këtë rast është shumë e mirë për këta fëmijë që detyrohen të ecin 2 orë në këmbë dhe mund ta bëjnë atë online. Xhulio, jemi duke folur për disa të vegjël, të cilët duan të takojnë shokët e tyre, duan të shndrojnë në ambientet e mësimit dhe në farë mënyrë duan thjesht të jenë nxënës edhe t'i përkasin një entiteti siç është shkolla, kështu që nuk është se po kërkojmë diçka shumë, thjesht po kërkojmë që ata të shkojnë në shkollë dhe ti ofrosh një nxënës i cili nuk është atashuar me shokët e tij, me bashkëpunëtarët e tij, ti kërkosh të vendosën platformat online, nuk tingëllon mirë edhe për rritjen e tij, edhe për sa i përket zhvillimit social. Mos harroni, nuk është e rëndësishme dhe nuk është thelbi tek mësimi online edhe tek mësimzënia, është edhe socializimi. Shkolla nuk është vetëm një vend publik ku ti mund të qëndrosh edhe në një farë mënyrë të marrësh disa dije informacione, por është edhe i socializimit, krijimit të personalitetit dhe zhvillimit njerëzor. Kështu që gjitha këto janë tek shkolla. Jessica këtu flisë për mësimet në Shqipëri, kurse në vendet e tjera i bojnë të gjithë mësimet online. Këtu te ne kemi arritur të marr pasaport online dhe jo të tjerat. Alexis, ti po thua që aty është zhvilluar më kohë mësimi online. Absolutisht nuk e vën dyshim. Alexis, mësimi online është zhvilluar në nivele shumë të larta në vende të ndryshme. Ne tani asnjë një vit e pak kemi që jemi atashuar, kemi patur probleme për shtatjeje, kemi patur probleme atashimi me rubrikën, kemi patur probleme të logimit, të internetit dhe tjerë. Mendoj se ka shumë më lehtë. Xhulia, ja konfirmon ti këtë që është bërë pak më lehtë për shqiptarët që të rrinë dhe të vendosen në mësimin online apo në platforma online, madje të punojnë në këto platforma. Gjithashtu, atëherë dalim te fjala që po thoja më lart, varet kujt do t'i përkushtohesh më shumë punës apo shkollës. Shikoj, mos harroni që jemi në një pandemi dhe nuk jemi në një ditë normale pranverë. Ndërkohë na thotë nëse e keni harruar atëherë le të hapen dyert e shkollës, na thotë Xhulia. Okej. Na thotë gjithashtu Martini, ka dhe prindër ose nxënës që nuk duan të dinë edhe aplikacionin e vështirëson shumë punën.
E di, Martin çfarë më sot ndërmend faktin që shumë fëmijë ndoshta nuk dinë të përdorin këtë platformë dhe i kërkojnë ndihmë prindërve të tyre, ndërkohë që ndoshta edhe prindërit e tyre nuk janë në një moshë ku mund të gjejnë edhe të dinë dhe të kenë informacione për këtë platformë. Të bëhet një katastrofë vërtet informacioni aty. Në zonat rurale na thot Martini nuk ndodh kjo gjë, besoj as në Shqipëri, jo Xhes, të jemi të sinqert, ku kemi pas karantinë, dinin shumë njerëz, jo më tani. Një konstatim tjetër ky që na vjen nga Martini, Skerdi Lajti gjithashtu na shkruan dhe falenderoj shumë që vazhdon dhe na ndjen. Në fakt, edhe unë përfshiva në këtë realitetin e hidhur, pasi më duhej të përshkruaja 1 orë 30 minuta me makinë dhe 1 orë 30 minuta në këmbë. Historia ime është bërë publike, por si çdo histori tjetër është e trisht dhe 3 ditë zgjati. Është bërë publike Skerdi Lajt? Okej, do të çekoj më vonë, me siguri. Mund të themi që pa frikë kemi akoma fëmijë analfabet që nuk dinë të shkruajnë apo të lexojnë, nuk mund t'i vë fare edhe mësuesve në këtë rast. Gjulio po flasim për një minimum etik që nuk arrihet dhe nuk ka lidhje nxënjeje në këtë rast. Pra, ndoshta është përqendruar më shumë aty Skerdi Lajti ku isha dhe unë, dhe të kuptoj në këtë aspekt, është duke folur për një minimum etik dhe një lloj mbijetese në këtë kushte, prandaj detyrohen të bëjnë këtë gjë. Pra nuk është se fëmijët në këtë zonë apo jo Skerdi Lajt kanë mundësi zgjedhjeje, mësim online, të shkojnë në shkollë apo të punojnë, ndonjëherë në një moshë shumë të re edhe të pa përballueshme dhe të pa konceptueshme ata detyrohen të punojnë dhe ky është realiteti shqiptar. Edhe nuk ka ndoshta zbukurim, ilustrim, make-up, fondatin që ta mbuloj këtë gjë. Kjo është kështu, është zhveshur dhe është reale, sepse gjithë ju e keni përjetuar, e keni prekur, e keni parë, e keni ndjer, edhe e keni perceptuar këtë realitet. Megjithatë, një gjë tjetër që do doja shumë t'ju pyesja për këtë mësimin online, është një fenomen tjetër që po ndodh, që lidhet pak a shumë me meritokracinë. Sa mendoni ju se do të vlerësimi në një farë mënyrë do të jetë i drejtë dhe në përputhje me angazhimin që ka patur shumica e studentëve? A mendoni që do të ketë raste abuzive ku shumica prej tyre do të vlerësohen jo pozitivisht, pra po flas për një person i cili ndoshta ka shumë rezultate negative, ka shumë rezultate jo të kënaqshme, ndërkohë një tjetër student i cili ka nota shumë të mira dhe ka qenë i angazhuar gjithkohës, nuk ka patur disa mundësi, disa herë të aksesojë për shkak të internetit, ndërkohë ai person i tjetër që ka pasur rezultate të mira ka qëndruar aty stoik, është ndoshta është kamufluar si një student mjaft i mirë, ndoshta ka patur iluminimin për të bërë një student i mirë dhe rezulton që ai ndoshta të ketë rezultate më pozitive se një person tjetër, ai i dyti i cili përpiqet gjithkohës. Pra ka shumë pikpyetje lidhur me këtë gjë dhe me vlerësimin që unë i frikson jashtëzakonisht shumë. Skerdi Lajt, të thashë në fillim ata janë të diskriminuar nga shteti, unë ndaj të njëjtin mendim me ty për çka po thua, na thot Giulio. Ndërkohë kemi tjetër koment? Po, na shkruan Ariola përsëri nga Turqia. Nuk është e vështirë të kuptosh pse jemi larguar ne nga Shqipëria. Për mua, për shembull, nëse gjithë kjo situatë nuk do të kishte ndodhur lockdowni, virusi, mbyllja disa biznese e tjerë, në Tiranë dhe jo vetëm si rritja e papunësisë nuk do të isha larguar. Gjoni çfarë thot Ariola, një mësuese e cila jep mësim tashmë në Turqi dhe ndodhet aty, thotë nëse nuk do të kishte ndodhur lockdowni, virusi, mbyllja disa bizneseve në Tiranë dhe jo vetëm, rritja e papunësisë nuk do të isha larguar, por thjesht çdo gjë komplikua shumë. Dhe jeta është shumë e shkurtër për të pritur se kur do të vinë mundësi dhe shumë e gjatë për të kërkuar veten në një vend tjetër. Prandaj për një mundësi më të mirë, ndoshta për të siguruar këtë gjë në një kohë shumë herë më të shkurtër dhe të kthehesh sa më shpejt, Ajola ka marrë këtë vendim që absolutisht nuk e kritikojmë dhe përkundrazi e përgëzojmë për vullnetin që ka për të dhënë mësim në Turqi dhe fakti që është përzgjedhur ndër më të fëmijërat se ashtu është. Dhe një tjetër koment që na vjen nga Alexis thotë Jessica, por nuk di lëre të pyes dhe të mësoj, nuk ka fëmijë në analfabet, por prindër të këqij. Pra, ndoshta Alexis i më shumë pjesët që është detyrë prindërit që në fakt mënyrë të siguroj disa të ardhura minimale fëmijës dhe ta edukojë atë dhe ta çojë në këtë struktura ku mund të mësoj dhe jo vetëm të formohet nga ana profesionale. Dhe na thotë gjithashtu që ka prindër të Shqipërisë në një mënyrë prindër të cilët nuk punojnë as shumë ose dorëzohen përpara fatit dhe përpara destinit, pra përpara fatit fiks të tyre dhe nuk është të bëjnë diçka për ta ndryshuar ato, ndërkohë që kanë dhe detyrën në të njëjtën kohë të një fëmie për të rritur dhe për ta nxjerrë atë në jetë. Jetojmë në një kohë që duhet kapim momentin në fundit të gjithë filtrohen, na thot Giulio gjithashtu dhe Kledona, faleminderit që shumë na shkruan. Çfarë mendova Giulio kur po thoya këtë që jetojmë në një kohë kur duhet kapim momentin, po mendoja për atë mësimin online që nëse të shpëton një fjalë të caktuar që ti nuk e dëgjon dot mund të rikthesh. Dhe aty e ka momentin. Në mësimin online si studentët e mirë dhe studentët që nuk kanë studiuar sa duhet janë vlerësuar një lloj fatkeqësisht. Kjo është një konstatim, na vjen nga Kledona, shumë faleminderit. Është një konstatim për pyetjen që unë bëra për mësimin online. A do vlerësohen njësoj apo do vlerësohen më ndryshe? Dhe Kledona na thotë, fatkeqësisht në platformat online, si për studentët e mirë që kanë qenë gjithkohës të tillë, edhe për studentët të cilët nuk janë përpjekur shumë, kanë patur gati të njëjtën vlerësim.
Kredona njësoj ka qenë në fakt, po shumë. Unë do thoja në fakt që ka të bëjë dhe me mundësinë. Fakti që mundësia i është dhënë të njëjtëve dhe toleranca është dhënë në mënyrë të njëtrajtshme. Në momentin kur ti toleron, në momentin kur ti nuk ke vënë në dyshim pjesën që mund të mos vish në mësim, okay, je në punë, je duke punuar, ai vlerësohet më shumë ai që punon, merret me një sy të mirë ai që punon. Ndërkohë ai ndoshta nuk ka qenë një student i cili është angazhuar gjithkohës. Janë shumë sensitive. Janë goxha sensitive si tema, sepse edhe vetë konotacioni studenti mirë apo studenti keq nuk e kam preferuar ndonjëherë. Është thjesht student, pastaj varet nga angazhimi i secilit. Në fakt mësimi online, na thot gjithashtu Skedilajti Xhulio që në fakt mësimi online mund ta krahasojë në një marrëdhënie në çift, që a mund të jetë e mundur mbajtja në lidhje në distancë, kështu mund të themi edhe për mësimin online. Një paralelizëm ky shumë interesant. Kështu mund të themi edhe për mësimin online, a mund thith një nxënës online, besoj se ka shumë ndryshim pasi nuk ka si mësimi i gjallë, drejt për drejt, si komunikimi i cili nuk është njësoj nga telefoni apo kur flet nga afër. Shumë e vërtet. Gjithashtu distanca vret, distanca largon, edhe në të njëjtën kohë distanca nuk të bën ta tashosh me ndjenjat, sidomos me informacione dhe me dijen që është një nga ndjenjat më dominante dhe që ti e posëdon, o e ke ose ke, dy janë opsione. Dhe ndërkohë ti po thua që Skedilajti vjen shumë mirë paralelizmi që ti bëre, nga Skedilajti na thotë që mësimi online është si lidhja në distancë, që ti dëshiron shumë ta kesh aty, por nuk e ke aty, dëshiron shumë të marrësh sa më shumë nga kjo marrëdhënie për të ndjerë më mirë, por nuk ndodh kështu, dhe ky paralelizëm është shumë interesant. Ajo le të thotë shumë faleminderit, fjalët e tua kanë shumë pesh për të jemi më mirë. Kërkon shumë që të shohim, meriton. Dhe shumë. Shumë faleminderit për çfarë shumë. Edhe më motivon çdo ditë. Edhe me ato komentet që më bën edhe më vonesë ndonjëherë. Skedilajti në marrëdhënien me çift përdorin zemrën, në mësimin online përdorin trurin, diferencë e madhe. Hajde Skedilajti po e kundërshtoj unë për ty, Xhulio. Unë për shembull Xhulio kur marr mësim ose kur sidomos do ishte rasti ideal kur ti je mësim, por përgjithsisht kur kam raporte me mësimdhënien apo mësimdhënien, unë jap dhe zemrën aty. Kështu që besoj edhe e tillë është dhe pjesa e tatimit me shkollën. Sepse ti jep investim aty, ti investon kohën tënde, por në njëjtën kohë e ke dhe pasion. Kështu unë po flas për ata që po flas tu në emër të gjithë atyre që ndjekin mësimin online me pasion ose që ndjekin mësimin në tërësi me pasion. Kështu mendoj që është një paralelizëm figurativ Xhulio, i pranueshëm për sa i përket mënyrës se si janë ndërtuar të dyja marrëdhëniet në distancë. Kledona, por ata studentët që mësojnë mirë, por mirë apo ato studentët që e bëjnë, cila është më keq? Që e blejnë. Kledona, por na bën një pyetje shumë interesante Alexis. Thotë më mirë ata studentë që mësojnë deri diku në këtë platformë online apo ata studentë të cilët e blejnë diplomën edhe në fund fare gjithë sistemin arsimor të shkollës. Na thotë Martini, sfida e mësuesve mos e harroni në shumë e vështirë të shpjegosh ushtrimet matematikore ndërmjet internetit. Na thotë Xhulio pak më lart, sidomos për këto degët shkencore na thotë Xhulio që ka një lloj probabiliteti shumë herë më të lartë abuzimi. Dhe Martini na thotë gjithashtu që sfida e mësuesve është shumë e vështirë të shpjegosh ushtrimet matematikore ndërmjet internetit, si lëndë eksakte që është do shumë përshëndrim dhe punë për të dyja palët, pavarësisht videove shpjeguese, por edhe videove në YouTube apo në kanale të caktuara, në fund të ditës nxënësit duken shumë paraqartë. E di si është kjo puna, Martin, kjo pjesa e shpjegimit të mësimit në këtë platformë online ka një lloj impostimi edhe nga ana e stafit akademik dhe unë kuptoj dhe mirë kuptoj, përkundrazi vlerësoj. Madje më ka shkolluar që në këtë televizion që ti po thua që kanë shumë mësim online, edhe që është në një farë mënyrë janë përpjekur mësues të bëjnë më të mirën e tyre për të shpjeguar nxënësve nëpërmjet platformave online, nëpërmjet një live streami po e shuaj unë mësimin, unë i vlerësoj shumë, por ka një lloj impostimi edhe tek ata, pra kanë një lloj nuk kanë atë lloj ngjyrshmërie të shpjeguarit mësim siç mund ta kishin në klasë. Fakti që kanë kamera, disa prej tyre mund mos ta tashohen me kamerat. Gjeni mirëmëngjes, përshëndet shumë. Dhe fakti që ato nuk janë të atashuar me këto platforma dhe ato impostohen, është njësoj si të kesh një konferencë online, një mësues nga një klasë, nga një auditor, të shkojë të japi mësim përballë një kamere. Ndoshta ai vendoset vetë në siklet, nuk është aq efektiv dhe ka shumë pikpyetje të tjera. Është puna vaksinës së parë që është bërë nga ajo vajza të dolen ato imazhet që humbin ndjenjat. Absolutisht janë emocione në fund të ditës, janë emocione që shumica prej nesh nuk i përjetojnë njësoj. Madje askush nuk i përjeton njësoj. Ndërkohë na është bashkangjitur Franci, mirëmëngjes. Na shkruan gjithashtu Ariola pak më lart, mbahet edhe lidhja në distancë, i thuaj anti djalit, ka plot raste, kështu që ka edhe raste që edhe mësimi online funksionon e kundërta paralelizimit të tillë. Në farë mënyrë po na thot Ariola që edhe lidhja në distancë, edhe mësimi në distancë mbahen të dyja. Si mbahet, na tregu pak sekretin Ariola. Gjeni është shumë e mirë. Unë ju ftoj të klikoni pak aty te profili i Xhenit, një sekond kohë ju merr dhe shkoni pak aty te Gocë për shtëpi dhe shkoni çfarë temash bëjnë vajzat
të dyja, që unë ja adhuroj, edhe shikoni pak çfarë lloj pozitiviteti dhe komoditeti kanë ato në këtë platformë. Është një nga gjërat më të bukura dhe një nga emisionet më të lezetshme që mund të ketë televizori këtë kohë të fundit. Dhe na shkruan Martini, Franca thot, po unë që s'jam në Shkodër, çfarë më thon? Jep mendimin tënd Franca nëse do të ishe duke studiuar. Do thoja shumë, na thot Martini, që për korrupsionin xhest ka shumë të cilat janë vajzë dhe kërkojnë ngritjen. Ky është një fenomen tjetër, Martin, besoj që është një fenomen ndoshta më kritik dhe jo vetëm vajzat e bëjnë këtë gjë, më besoj që ka të djem që e bëjnë këtë gjë. Jo, unë jam ndonjë nga ato mbështetëse dhe zjarrta për gjinit, si njëra gjënia apo tjetër, por përgjithsisht ndodh të dyja fenomeni, edhe më mirë të mos shkojmë te ai fenomeni, se është një nga fenomenet më të bezdisshme që un kam dëgjuar edhe që përmbas sistemi arsimor. Arta, mirëmëngjes, si je? Si po kalon? Shkollë profesionale na thot Martini, të sugjeron shkollën profesionale. Por Franci ka mbaruar studimet me kohë, prandaj. Ndërkohë Giulia kemi sekretin që na vjen direkt nga Ariola për të mbatur me lidhjen në distancë. Se di se si kaluam nga mësimi në distancë, kaluam tek lidhja në distancë, që ato më pëlqen shumë ky kalim. Na thot Ariola, the secret is work hard, play work. E bukur kjo, e bukur Ariola, do doja shumë ta elaboroje. Ndërkohë Jenny na jep komentin e saj, thot gjithashtu që për mua mësimi online është shumë mirë se sa të mbushësh katedrat kot kur nuk bëjnë mësim. Kështu që më mirë thot Jenny të bëjmë të mësimin online dhe të shohim aty filtrohen, tha Giulia, se thash flirtohen. Filtrohen aty të gjithë ata të cilët kalojnë atë sitën e holl të atyre që janë me të vërtetë dur për të studiuar dhe janë me të vërtetë aftë dhe angazhohen me të vërtetë, se ato fiktiv që nuk kanë ndonjë lloj perceptimi dhe ndonjë lloj lidhjeje të fortë me strukturat arsimore. Thjesht shkojnë aty për ta kryer si detyrë të tyre fisnore apo familjare. Ndaj thot Jenny që për mua mësimi online është shumë herë më mirë se sa të mbushësh katedrat plot, edhe pa bërë mësim fare. Jessica, unë kisha me punën time mbrëm një mbledhje online dhe ishte shumë fantastike, rreth 5000 veta, hera parë që unë dëgjoja në qetësi ishte super. Ja një tjetër konceptim pozitiv i diçka edhe një platforme online, na thot Alexis, është fakti që ti mund të qëndrosh aty dhe mund të kesh një lloj qetësie sepse të gjithë janë mute. Alexis, është momenti më i mirë kur ti mund të qëndrosh në qetësi, dëgjosh vetëm një person dhe nuk bëhet një kakafonie e jashtëzakonshme aty kur të gjithë duan flasin në auditor. Ka një lloj qetësie, nuk ka nga ata të cilët qëndrojnë bankat e fundit dhe gjejnë momentin e duhur për të shkruar një poezi partnerit apo partneres së tyre, por ka nga ata që thjesht duan të qëndrojnë online, mund ta përdorin smartphone-in e tyre, mund të jenë duke folur me dikë, thjesht nuk dëgjohen. Kështu që është mundësi shumë e mirë kjo. Brikena, shumë faleminderit që na bashkangjitet. Ty po të pyesja në fakt, se di shumë mirë që bashkangjitesh në këtë orë 45 përgjithsisht. Do doja shumë të di si po e përjeton mësimin online, nëse je aktualisht, mos gabohem viti para apo i dytë universitet, do doja shumë të dija si po e përjeton ti mësimin online, sepse pyetja në gjithë të live është si po vijon mësimin online. Ajo që dua di unë jo po shkon mirë ka internet, unë dua di perceptimin emocional që mund të kesh në këtë mësim online. Ndërkohë Skerilajti thotë që mos të harrojmë që edhe mësimi i mirë është i kompletuar edhe nga gjua e shenjave, e cila është shumë e rëndësishme në transmetimin e dijeve të gjalla dhe pa emocion. Është njësoj Skerilaj se unë të rria dhe të flisja gjithkohës me duart kështu. As do kishte të vëmendje fare, besoj sepse komunikimi jo verbal është thelbësor. Këtu po flas edhe për leksionet, edhe për letërsinë, pasi një vepër nuk mund ta skanosh, nuk mund ta skenosh, ti po thosh nuk mund ta improvizosh dot online sepse duhet veshja dhe duhet lëvizja e personazheve. Ariola, unë e di që nga prekja vjen edhe ai emocioni, pasi ndjenja ka nevojë për përqafim, kështu që edhe duam ta përqafojmë mësimin online. Të gjithë duam mësimin në fakt. Se di Gjesi si pas fjalëve të mishëve të mi apo personave që janë në shkollë dhe po i bëjnë mësimin online, thonë që shumë e vështirë për arsye se nuk kanë njohuri të shpjegimit dhe nuk i marrin ato siç duhet. Ekzistonte kjo që po thotë Franci, ndoshta jo vetëm ne që kemi vështirësi për të marrë mësimin online dhe për ta përfitur atë, por ka dhe vështirësi për ta dhënë. Shumë nga pedagogët kanë qenë konfuz në këtë aspekt. Në Shqipëri po në fshatra ka mësim apo ka shkolla online apo vetëm në qytete, na thot Arta, me sa di un Arta, është ky akoma ekziston dhe është në kombinimi i orëve online dhe kombinimi i orëve në auditor në shkollën, përgjithsisht për nxënësit po flas. Pra më duket e hëna e Marta dhe mërkura indi diçka e tillë që bëhet alternimi. Ndërkohë në universitete dhe në sistemin universitar, apo flisja për atë para universitar në fillim, tani për atë universitar vazhdon të jetë mësim online, se
Në bazë të grupit të ekspertëve ka rezultuar që shumica e personave të cilët po infektohen ditët e fundit kanë qenë të grup mosha 15 deri 20 e lartë, dhe për këtë arsye duke qenë që ka kjo mosha shumë e re, është parë dhe është kuptuar dhe është konsideruar e arsyeshme të vazhdojmë mësimi online edhe për sistemet universitare. Atëherë Lyn pyeten ato Skerdilajti, pse shkojmë në teatr ose më saktë pse na emocionon, po e përdor këtë fjalë më mirë. Pse na emocionon më shumë teatri? Është shumë vërtet kjo shëtuar, na emocionon më shumë sepse kemi më të prekshme, ndryshe imagjino të shihnin. By the way, a mund të shihni në teatr online? A do ishte okay të shihnit ju teatr online? Si do ta ma komentoni pak këtë? Shumë ide e bukur kjo për pyetje Skerdilajt. A do ta shijonit? A di si është mësimi online? Na thotë Skerdilajti është njësoj si të shohësh një vepër teatrale online. Unë s'do e shikoja. Do shkoja se unë frekuentoj shumë teatrin. Paktën përpara se të prishte. Gjithsesi, mësimi online është super, na thotë Aleksis. Po unë jam në vitin e parë, na thot Brikena, si viti i parë do doja të përjetoja edhe unë ndjesinë e auditorit. Sa i bukur ky mesazh. Falenderoj shumë që ma sodhe në vëmendje të gjithë këtë gjë Brikena, sepse më vjen shumë mirë, shumë mirë që ti po na sjell në vëmendje një gjë shumë të rëndësishme, që janë nga ato studentë që kanë filluar studimet në vitin e parë këtë vit, edhe vjet gjithashtu Brikena, që ishin ata të cilët përjetuan periudhën e izolimit dhe mësimit online përsëri, që nuk e ndjen ndonjëherë aromën e auditorit. Unë them që është një nga ndjesitë më të bukura që mund të kesh, edhe na thotë gjithashtu dhe unë doja të përjetoja ndjesitë e auditorit, edhe pse pedagogët e bëjnë leksionin online, në auditor do të ishte shumë herë më mirë, dhe kjo po na vjen nga një studenti që ndodhet që po studion vitin e parë në universitet. Ndërkohë Brikena do të pyes, a je në Tiranë, pra po studion në vendin ku ti ke fituar studimet, apo je në shtëpi dhe po e ndjek nga shtëpia mësimin online? Skerdilajt, shkove larg deri tek skenimi një vepër, ndërkohë që ata bënin 2 orë rrugë, apo jo? Na thot Giulio. Brikena nuk e çfarë do auditorin, pse Giulio mos i thuaj vajzës ashtu? Motivoje, sepse besoj unë them që auditori është një nga ato vendet që të krijon atë ndjesinë të jashtëzakonshme. Në Shqipëri duhen shumë gjëra që të bëhen më mirë se sa gjërat online, dhe Aleksis vazhdoni më shumë pjesës online. Edhe unë kam ndjekur Aleksis konferenca për gjëra trajnime online dhe kanë rezultuar vërtet produktive kur bëhet fjalë për trajnime. Nuk e di, kur bëhet fjalë për mësimin online, gjithmonë kemi një lloj tërheqjeje. Brikena na thotë sepse online nuk e kemi atë lirshmërinë të shprehushi, pasi mund marrësh parasysh edhe zhurmat që krijon nga mikrofonet e hapur. Ose Brikena, sapo ti dëshiron që të thuash një gjë, një argument të caktuar, sapo e hap mikrofonin, dëgjohet një zhurmë nga kuzhina, dëgjohet një zhurmë nga shtëpia, rreth të shtëpisë apo jashtë shtëpisë, pra janë i me të vërtet kushtet jo shumë përshtatshme dhe unë e kuptoj shumë mirë. Jam shumë dakord për atë pjesën teatr, kinema online, pasi s'ke ato blogerët që bëjnë vetëm atë check-in, ato pjesën e bumerangut. Jo, për momentin po e ndjek nga shtëpia, na thot Brikena. Ndërkohë Roberta Atina na thot gëzoj një vit të mbar, ju uroj nga Atina respekt. Faleminderit shumë edhe për urimet e vona. Unë vazhdoj të dëgjoj njerëz në rrugë kur kaloj që uroj njëri tjetrit një vit të mbar. Akoma s'ka kaluar janari. Në fshat mësuesit të përtojnë, thot Martini, ka konstatuar që në fshat ndodh që të kemë një lloj dembelizmi, rritje celular kur mësimi shpjegohet, kanë parë mësues që bullizojnë nxënës dhe shanin dhe asnjëri nuk flistet, vinin kontroll nga ministria e jashtme, ato vishnin përparëset, edhe u sillnin më mirë me nxënësit nga eksperienca ime në shkollë. Është një konstatim, besoj që nuk ka asnjëri këtu në live që ta kundërshtoj, ka dhe përjetime të tilla, sidomos në zonat ku kontrolli apo check-ini mund të jetë shumë herë më i largët, nuk është aq e prekshme, por besoj që Giulio me këto komentet që ka me kalendarin këtë. Edhe po thoya që kur ti shkon në këto vende dhe i përjetojmë nga afër, e ke më të lehtë ato shohësh me këto rubrikë, me këto gjëra dhe këto fenomene, dhe ti e mendon direkt që po, është e vërtet që mund të ketë një vështirësi të jashtëzakonshme dhe pjesa e përqendruarit apo pjesa e të kushtuarit shumë kohë, apo më saktë po kështu po quhet, të angazhuarit nga ana e mësuesve mund të jetë edhe lënë ndonjëherë për të dëshiruar në këto zona. Por po them, më lejo të them vetëm diçka marrëdhënie që ka ndryshuar kohët e fundit dhe më vjen shumë mirë që po ndryshon. Për vetëm arsye se të duke u rritur dhe kontrolli dhe rritet edhe cilësia. Edhe pse bënin 2 orë rrugë, unë sërish arrija të bëja mësimin siç duhet, dhe pasi edhe pjesa e mësimit kërkonte in skenim dhe realizoja perfekt. Mos i ngatrojmë këto dy gjëra të
ndryshme, na thot Skedi Lajdi. Franci thot me qenë se thon kanë këta shumë mirë mësimin online, po që të vazhdoj studimet, po vazhdoj Franci ti mund të vazhdosh studimet në Itali, ndërkohë që mund në Shqipëri domethënë, ndërkohë që mund të jesh edhe në Itali, mund të studiosh online këto. Për sa i përket vlerësimit bazuar në eksperiencën time, mund të them me plot gojnë se vlerësoj në maksimum nxënësit aktiv që janë çdo ditë me kamerat hapur dhe gati. Pastaj të tjerët marrin ose vretja ose mungesa, nëse nuk e hapin kamerën thot Arioron, sa do kaloja me një herë tek pjesa e kamerës, Ariola, te pjesa e të hapurit të kamerës kur kërkohet nga pedagogët apo fakti që shumica prej tyre nuk e mbajnë të hapur. Unë kam parë dhe kam përjetuar dhe nga eksperiencë ime personale që ka paktën 10, që ka patur nga ato raste që nuk ka hapur askush kamerën, ishte mbyllur gjithkohës dhe na thot Ariola domethënë te vlerësimi nuk kam patur lëshime personalisht, përkundrazi më shumë strikte me ato të cilët nuk e hapin kamerën dhe nuk e ndjekin atë. Edhe pse kjo nuk ndodh shpesh, por duhet të jemi fair në maksimum. Nuk është e lehtë për atë që rri gjithkohës aty para laptopit dhe dikush që as se merr mundimin dhe nuk e vlerëson, nuk duhet vlerësohet njësoj, na thon Ariola. Shumë faleminderit për këtë argument lidhur me vlerësimin. Jam shumë strikte në këtë pjesë dhe bën shumë mirë që je strikte. Ariola, vetëm diçka lidhur me këtë pjesën e kamerës. Është konsideruar dhe është cilësuar, pak unë lexoj shumë studime të jashtme, më ndodh kjo, sidomos ato italiane, është cilësuar edhe si cënimi i privatësisë, së ambientit. Fakti që shumë persona në një kohë mund të shohin ambientin tënd, ambientin në shtëpinë tënde, mund të dëgjojnë diçka, mund të shohin një person që kalon pas, por pjesa e personalitetit. Nuk ka pyll pa dera, po flasen për normalitetin, na thot Skedi Lajdi. Po të mos bëje 2 orë rrugë, zgjidhje një shkollë tjetër më afër. Martin, këtë nuk mund ta thuash dot sepse ky është parajgjykim. Këtu kalojmë në aspektin e parajgjykimeve pas Martin, sepse Martini po thot Giulio Denis, gjithë ju që po na ndiqni në Instagram, po thot në Facebook që po të mos kishe bërë 2 orë, për të mos bërë thot 2 orë rrugë, zgjidhje një shkollë tjetër afër. Kjo realisht është shumë, ndoshta mund të jetë gjykuese Martin, po ta mendosh mirë, ndoshta po çetësohesh edhe nesër të rikthesh, është parajgjykuese sepse secili nga ne bën zgjedhje që mendojmë më të arsyeshme dhe nuk mund të heqësh dorë nga një sfidë e ardhshme, sepse sfida që ti mund kishe pak më afër do ishte më fitimprurse për ty ose më e lehtë. Pra ti shkon gjithmonë te gjërat më të vështira, sepse ashtu e mendon dhe është zgjidhja e gjithë secilit prej nesh ta bëj këtë gjë. Sikur nuk kishte tjetër mundësi si bien ato Skedi Lajdi. Pra kur nuk kishte tjetër mundësi si bie. Nuk është se është një zgjedhje ndonjëherë vetjake, sepse duam ne, nuk është se preferojmë të shkojmë në një zonë shumë të për dhënë mësim, do donim shumë të ta bënim këtë gjë, të jepnim mësim edhe në një qytet saktuar, në Çëndër mundësisht. Ndërkohë lexojmë pa komentet më lart. Shaka mos e merrni seriozisht ato të zgjuar nga gjumi, po intelektualisht nuk di çfarë them. Unë nuk e hap kamerën, ja një rrefim personal. Unë nuk e hap kamerën dhe mikrofonin përveç se kur duhet mikrofoni gjithmonë. Pra, Giulio është nga ato rastet që nuk e hap asnjëherë kamerën, por thjesht mikrofonin. Paktën, at least Giulio që e hap mikrofonin. Angelo, si e? Përshëndes shumë. Robert Pist. Okej, ke shkuptove na thot Martini. Okej, Martin, të kërkoj të elaborosh dhe pak edhe pak kohë për ta elaboruar mendimin tënd që mos ta fusim në atë konotacionin e paragjykimeve. Do doja shumë që të kisha një ide më të qartë për atë që the, sepse i the pak më lart Skedi Lajdi që mund zgjidhej një shkollë më të afërt, po do doja shumë të dijen po nëse nuk ishte një shkollë më të afërt, po nëse interesi i tij ishte pikërisht për këtë shkollën e largët, po nëse është caktuar në këtë shkollën e largët dhe nuk ishte opsion tjetër. A mbetet kjo në sensin e paragjykimeve gjithmonë? Okej, faleminderit shumë për gjithë argumentet tuaja që dha për mësimin online. Faleminderit shumë që ju rikthyet kësaj teme me intensitetin më të lartë që nuk e prisja, edhe faleminderit shumë që i balancuan në një farë mënyrë të dy argumentet dhe të dy ekranet e këtij mësimi online. Nuk po ike, jam akoma këtu, nuk shpëtuat. Dikush duhet, Armando Darsi na thot, dikush duhet shkojë në atë vend dhe të jap mësim. E vlerësoj shumë zotin Skedi Lajdi, pasi e kam dëgjuar historinë e tij në 2017-ën, që të mos gabohem. Unë nuk e kam dëgjuar Armando dhe kërkoj shumë dije Skedi Lajdi që nuk e kam dëgjuar, nuk e di se si më ka anashkaluar dhe shpresoj, domethënë do shkruaj tani, do të shkruaj thjesht Skedi Lajdi që mos e harroj. Se harroj gjithmonë këtë gjë. Dhe shpresoj që ta ndjek të plot intervistën, të kem kohë dhe mundësi për ta ndjekur, megjithatë dëshira nuk mungon, por jam e sigurt që do ta ndjek. Nuk e kisha ndjekur, megjithatë Armando unë ata shoha në Skedi Lajdi sigurisht e nxënës, edhe sigurisht e student, nuk e pash mirë nga foto profilit, por që kur më tha që jam mësues, sigurisht edhe pyetjet e mia ndryshuan menjëherë dhe doja dija shumë më shumë. Dhe është një histori vërtet frymëzuese dhe të përgëzoj për gjithë këtë dëshirën tënde, gjithashtu edhe vullnetin tënd për të bërë këtë sakrificë. Prandaj Martin, sakrificat ndonjëherë janë ato që vlerësohen më shumë se sa rezultati apo vendimi që ti mund të kesh marrë për të shkuar. Mund të kishe zgjedhur diçka më të lehtë, Skedi Lajdi mund të kishte zgjedhur diçka më të lehtë, unë mund të kisha zgjedhur diçka më të lehtë, unë mund të kisha qenë tani në shtëpinë time dhe thjesht ndisha mësimin online dhe të vazhdoja, por gjithmonë bëjmë gjëra në progres, bëjmë gjëra që duam të ecim përpara.
Nëse do të shndrosh aty ku je, shumë e lehtë për ta bërë, thjesht mos bëj asgjë. Ka qenë në një fshat të Gramshit, na thot Armando, shumë faleminderit. Shumë faleminderit që ma dek këtë opinion. Martini thot nuk mund ta quaj paragjykim nëse ka shkollë tjetër ku mund të vej, nuk paragjykoj njëri por kur nuk ka mundësi normal që do vej aty. Po djali thot që 2 orë me makinë, 1 orë në këmbë dhe shkolla ka plot. Ky është argumenti që na vjen nga Martini. Paragjykim nuk po bëja. Okej, Martin, unë nuk po jap argumentin tim për këtë fjalë shëtesë, sepse realisht unë mendoj që është paragjykim deri në farë mënyre, por që besoj se ti nuk e ke këtë konotacion e paragjykues, ne kemi diskutuar vetë për paragjykimin, besoj se ti e ke më shumë për pjesën që do të pyesësh Skërilajin a ke pat opsion tjetër për të punuar. Kjo është pyetja që ti do t'i bësh të marrësh dhe përgjigje. Okej, Madonna mirëmëngjes. Pam më thot Xhulio. Ndërkohë Madonna mirëmëngjes, faleminderit që erdhe. Ne po diskutojmë për mësimin online, në fakt e diskutuam mësimin online, je vonë, po je fiks, më duket se e bën me shëllim këtë tek momenti i lojës, por fillimisht ty lexoj dy çështje të vogla se nuk dua që Rea Godo të më kritikoj pastaj se lexova artikullin. Kemi mbaruar punën mësimin online, na thot Madonna Halzotit. Ndërkohë, Rea ka dërguar një nga shkrimet më të rëndësishme që unë kam parë kohë të fundit, u rehatova tani, s'kishte ndodhur ndonjëherë. Rea Godo ka nisur një nga artikujt më të bukur që unë mund kisha lexuar ndonjëherë për sa i përket gjithë perceptimit dhe mënyrës së përjetimit të saj të mësimit online. Rea në fakt ka dërguar tek ne, ka një faqe që është një tuf freze në përre, mund ta kërkoni në Instagram, është bashkë, dhe këtu ka treguar se si njerëzit ndonjëherë të cilët kanë qenë të infektuar apo jo vetëm kanë përjetuar paragjykime ose pjesën e ndarjes nga të tjerët. Pra ti ke qenë infektuar, po ti pse vjen në punë, po si është një presion i lartë psikologjik, sidomos në Shqipëri, për një person të infektuar e shohin me një dyshim të jashtëzakonshëm. Dhe një nga fjalitë dhe i paragrafeve që unë dua ta lexoj me ju është ky. Shëndeti mendor nuk është shaka, mbaje në mendje se një i sapo shëruar është absolutisht njësoj si ty, rrezikohet sërish njësoj si ty dhe nuk është as pak mëshirimi i koronavirusit, se ndryshe asnjë mjek me diplomë të vlefshme dhe asnjë individ me 2 grinca ndërgjegje nuk do ta zgjidhte të rrezikonte edhe ty. Dhe gjithashtu përcjell sa më shumë mirësi, mbrohu me seriozitet dhe një vigjilencë, nuk është e pamundur që edhe ti të prekesh. Ndaj, duke ju uruar shëndet të plotë dhe zemra të bardha, unë shkrimi nga Rea Godo një tuf freze në përre, që mua më pëlqeu shumë, ishte shumë motivues, ishte sinqert, ishte i drejtë për drejtë dhe tregonte të gjithë përjetimet e Reas dhe ka konsideruar ditari i saj i përjetimeve të COVID-19, pra ditari i ditëve të post-COVID. Dhe është më interesante gjithë kjo se kemi patur dhe përjetimet e COVID-19, shkrimet e jashtëzakonshme ku nuk kemi patur të post-COVID. Jessica, ne kemi thënë se në Shqipëri paragjykimi është shumë paragjykimi, Alexis, ndot shumë konotacioni paragjykues në Shqipëri. Ndërkohë, ju na thot paragjykime bën Xhulio, pse jeni zënë ju dy? Çfarë po ndodh me ju të dy? Hajde bëjmë këtë periudhën e seancën e ndërmjetësimit midis Xhulios edhe midis Jolës. O zot, Jola, njëri aty është shumë e lartë për ta thënë, është shumë e rëndë si fjalë. Ndërkohë, Ariola na thotë askush nuk do të synojë privatësinë askujt, kështu që nxënësit apo studentët të gjejnë një spot të caktuar në shtëpi ku t'rregulloni. Kam lexuar gjithë artikuj, por nuk i mbështet. Provoje të pyesësh dikë që ka kamerën e mbyllur dhe 90% nuk të kanë ndjekur. E prek çdo ditë këtë gjë. Prandaj kamera duhet të jetë e hapur edhe sikur kontrollon nëse ka nxënës në klasë apo ka dalë jashtë. Mikrofoni pastaj vetëm kur ka ndonjë pyetje ose përgjigje ose ide. Shumë e vërtet, sinqerisht e konfirmoj këtë gjë Ariola, edhe unë e ndjej, i them ndonjëherë kolegëve të mi aty në kurs, ju lutem hapini kamerat, të ndjen unë siklet që kam vetëm unë kamerën e hapur, edhe sinqerisht më vjen shumë mirë që ke menduar këtë gjë dhe po na argumenton Ariola se është shumë problem pjesa e mbylljes së kamerës, sidomos kur është një auditoritor online që është i fikur me kamerë. Edhe prezantuesja aty hyn i mban indeksin me hadër. Jola, nuk më pëlqen shumë argumentimi jot, nuk më pëlqen edhe paragjykimet e tua, nuk më pëlqen as kritikat e tua në këtë rast, edhe nuk më pëlqen shumë të merrem me diçka që nuk më pëlqen, ndaj po bëj skip. Edhe ndodh ndonjëherë që rezultojnë pozitive këto. Unë kërkoj të qetësohesh, të reflektosh gjërat. Këtu janë gjithë barabartë. Platforma sot me Xhesin dhe emisioni sot me Xhesin Dritare ofron kushte të barabarta për të menduar, për të dhënë opinione dhe për të dhënë sugjerime të gjithë. Loja është transparente, askush nuk e di fjalën, asnjë më nuk e di fjalën. Kështu kur nuk e di mamim, nuk do e di askush fjalën, edhe s'ka shans ta di askush, çdo gjë është transparente dhe vërtet. Pastaj takon ty ta vendosësh nëse do apo jo të qëndrosh, të takon gjithashtu ty të vendosësh nëse do të luash lojën në fund, gjithashtu takon ty nëse do të vazhdosh të ndjekësh emisionin sot me Xhesin, ka qenë gjithmonë e lirë. Unë kam thënë kur më kanë gjetur me 2 veta online në live stream, kam qenë shumë okay edhe kam sqaruar në maksimum shumë. Kështu që për gjithë dhe unë i përshafoj, në fakt, përshafoj edhe ty Jola dhe shpresoj të kesh një periudhë të reflektimi për këtë aspekt. Asgjë, të falenderoj edhe unë shumë Rea për këtë artikull shumë të bukur.
Nuk është paragjykim, po thot atë që mendon. Okej. Ndërkohë, kemi një tjetër element që na thot Skelilajdi, aty më çoj partia. Martin thot Skelilajdi, aty më çoj partia? Shaka. Por si një mësues e ri dhe unë nuk kisha shumë mundësi dhe duhet bëja atë gjë, sepse aty e kërkonte detyra. Por edhe për faktin se ato nxënës kishin nevojë për një mësues, sidomos gjuhë dhe lexim që janë baza. Kështu që ti je një mësues, Martin nuk do thotë domosdoshmërisht të ndjekësh rrogën dhe të shkosh aty ku rroga është më e mirë apo kushtet janë më të mira, por do të thotë gjithashtu domosdoshmërisht është mjaft e nevojshme të gjendesh aty dhe ta kryesh punën tënde përpos pjesës monetare dhe financiare. Ta bësh ato me zemër, edhe më rëndësishme ta ndjesh atë që bën dhe ta duash atë që bën. Prandaj ndodh kjo. Shikon Jura se kur kishim një temë me paragjykimin, okay, në rregull, po e lë këtë. Po e lë këtë praksë se nuk dua ta zgjeroj më të pjesën e paragjykimit, pastaj fillojmë paragjykojmë njëri tjetrin për çdo gjë. Dhe t'ju jap informacion shumë të shkurtër, trazirat në Kapitol priteshin në Shtetet Bashkuara. Faleminderit shumë, ju përqafoj shumë, jeni shumë mirë. Trazirat në Kapitol në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kemi thënë shumë herë, edhe kemi besoj të gjithë keni ndjerë këtë frikën për trazirat të tjera që mund ishin edhe nga ato të armatosura dhe po ka ndodhur dhe një zjarr në Kapitol i cili ishte vendosur në një vend shndrim të pastresh, mund të kenë menduar që mund të ketë qenë një skenim etj, por kjo ka ndodhur vetëm 2 ditë para inaugurimit të presidentit të 46 të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që mund të them që me të vërtet është një situatë e komplikuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës sa të inaugurohet, sa të certifikohet me ceremoni presidentit dhe pastaj do të bien në shqetësi. Ndërkohë, një tjetër informacion që do ju jepja është që në Kuvendin e Shqipërisë ditën e sotme, domethënë ditën e dieshme, janë miratuar 3 akte normative të marrëveshjes së qeverisë me kompaninë Pfizer dhe 3 akte normative janë për marrëdhënien dhe rindërtimin e këtyre marrëdhënieve me prodhuesit e vaksinës anti-Covid, ku 94 kanë qenë pro dhe 5 kundër dhe 3 abstenim për marrëveshjen Pfizer, BioNTech, MSH dhe ISHP-s dhe Ministrisë së Jashtme të Ministrisë së Shtetit për Ministrit të Shtetit për ndërtimin. Në mënyrë për autorizimin e hyrjes së vaksinave, me pak fjalë që t'ja reflektojmë më mirë këtë gjë. Dhe kjo ka ndodhur në parlament, ka pasur shumë diskutime, ka pasur dhe polemika të shumta, por rëndësishme është që është votuar në një farë mënyrë një gjë që është menduar më mirë për gjithë dhe shpresoj të rezultojë e tillë. T'ja jap ato kuriozitetin para se të kalojmë te loja shpejt. Një kuriozitet i sotëm për sot, lidhet me përdoruesit e kafes. Ata të cilët e konsumojnë shumë kafe dhe sa duhet konsumosh kafe që mos rrezikosh edhe mirëqenien tënde. Ne janë dhënë disa përgjigje këtu. Gjatë shekullit të 17, ky është kuriozitet. Gjatë shekullit të 17 kush pinte kafe të njohej me vdekje dhe në atë kohë besoi se kafeja kishte efekte që të ndryshonin mendjen. Mos konsumoni shumë kafe ju. Për fat të mirë deri tani nuk mund të dim, ne në familje nuk mund të dim se për secilin prej nesh sa kafe duhet konsumosh, ama dim se sa mund të konsumosh në general, në tërësinë e tyre. Por prapse ka diskutime rreth sasisë, sa domethënë sa kafe duhet pini. Unë nuk pi fare kafe në ditë, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Ndihem shumë mirë kur nuk e bëj atë, ndihem shumë keq kur e pi kafe. Dhe gjithashtu një grup shkencëtarësh nga Gjermania, aty ku është Alexis, na thonë që ka zbuluar se kafeina përmirëson mënyrën se si funksionojnë shelizat tek enët e gjakut. Kështu që është shumë herë mirë ta konsumosh dhe thonë që studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes për një zemër më të re, sinqerisht, pse unë nuk pi kafe, kanë zemrën e plagur. Studiuesit besojnë se është shumë herë më mirë të konsumosh 4 filxhan në ditë. 4 filxhan kafe në ditë. Sipas studimeve, ata që pinë kafe jetojnë më gjatë, por nuk duhet ta teprosh me sasi. Nëse pi më shumë se 6 gota ekspres çdo ditë, kjo mund të rrisë 22% rrezikun për të sëmurë. Është pjesa e dashurisë, nëse dashuron shumë, rrezikon të lëndosh shumë, nëse dashuron me sasi të limituara, të kufizuara, rrezikon të qëndrosh shumë mirë edhe të mos dëmtohesh shumë. Okej, na thot Martini nerva të nxit kafe. Interesante kjo Martin. U plakë gjithë në thotë Franci, po pras me që se konsumon ka kafe. Megjithatë unë e di që kafeja ka sinqerisht ka efekte shumë pozitive në çdo lloj aspekti, sidomos për shëndrimit edhe energjisë, por kur energjinë e ke pa kafe, ç'të duhet kafe. Konsumoj shumë është. Nuk është arsyes apo paragjykues, është thjesht një njerëz që thotë hapur ato që mendon dhe jeni të lirë të gjithë Alexis, që të shprehni mendimin tuaj, të shprehni opinionin tuaj, edhe jo kam thënë shumë herë, njerëzit mendojnë gjëra të ndryshme, kanë nevojë për kohë që të ndryshohet opinioni. Giulia ka thënë që ndonjëherë do të bësh skica gjërave, të tjerë gjithashtu duhet në një mënyrë të kushtonte vëmendje ato kritika që na bëhen nga të tjerë, se ndoshta kemi krijuar dhe ne një opinion të gabuar për sa i përket lojës, kemi krijuar edhe ndoshta një opinion të gabuar për sa i përket të gjithë mënyrës së emisionit sot mëngjesit, si dihet kur jo të gjithë ata shohin me këtë rubrikë edhe preferojnë atë. Kur jam në Itali, thot Alexis pi deri në 20 Express. No. Me të vërtet pse ishte kafeja e mirë në Itali. Aman, ajo kafeja nuk diskutohet. Ishte kur unë isha një kafe pirse. E pëlqeja shumë kafe në Itali. Pi një sa për të zgjuar na thot Franci. Jesi më ndihmon tani të dal një herë fitues. Okej.
Kjo lojë është vetëm për Martinin sot. Bësha ka se jeni të ftuar të luani të gjithë. Unë se di fare çfarë shije ka kafeja në thot Ariola, besoj se jam vetëm që jetoj në Turqi dhe nuk pi kafe turke, nuk shijoj asnjë nga familja e kafes. Okej, jemi të dyja bashkë, nuk je vetëm. Unë fakt shijoj kafen turke, mos them kot, por që i kafen ekspres ja, e kam larguar totalisht. Na thot Tila që është vërtet kam lexuar për kafen dhe shumë mirë kam provuar në 4 kafe në ditë të bëjnë mirë. O zoti i madh, kur thoni 4, 3, 5, më fal, a hani ju njerëz apo thjesht pini kafe? Se unë çose do pija një kafe s'do haja gjithë ditën. Okej, tjetër çaj bio na thot Franci. Në rregull, jam shumë e lumtur që e bëm këtë diskutime për kafen, se besoj është një nga ato tema që të gjithë janë të lidhur me të cilën janë të gjithë janë të lidhur. Kalojmë pak te loja shpejt për gjithë që sapo na bashkangjitet edhe në Facebook dhe shumë faleminderit që keni qenë aktiv sot. Ne në fund fare luajmë lojën 3-1 dhe kemi një fjalë sot dhe 3 janë ndihmat e caktuar për këtë fjalë. Të parë nuk po e them se e kemi diskutuar sot, do më duhet ta lë për më tej këtë fjalë, sepse nëse e them sot është shumë e lehtë për ta gjetur dhe unë po kaloj fjala. Unë do t'ju organizoj pjesën ku do të luaj. Jo Giulio jemi të bëjnë dhe janë brava bota akoma. Okej, mjafton 2 deri në 3 kafe për mua, thot Giulio, në Shqipëri 5-6 në ditë. O zot, ju konsumoni shumë. Kur do të vish në Turqi të shëras me një kafe turke. Në Turqi do vi, në Francë gjithashtu më kanë ftuar, në Itali më ka ftuar Daja, tjetër ku kam, në Gjermani Alexis, që diku do shkoj, po që do shkoj, do udhtoj këtë vit, kjo është pak më e sigurt. Si duket, do bëhet emisioni sot me Xhesin në çdo cep botës. Po thot Hamburg, po pim dhe shumë kafe turke, po të shikojmë Fixhane. Mos më ngacmoni tek Fixhani, te mulliri vjetër e pinte kafe këtu në Tiranë Alexis, është e bën shumë mirë. Por mos më kujtoni edhe Fixhanin dhe parashtrimin dhe pjesën që shikon Fixhan, sepse dhe unë kam një lidhje të tillë me shikimin e Fixhanit, po do ndryshoni mendim për mua, kështu që nuk po e them fare, megjithëse e thash. Fjala që kam sot lidhet kryesisht me një veprim politik, pra është një vendimarrje politike dhe lidhet shumë me aspektin politik. Dhe 3 janë ndihmat për sot. Po më mirë ik në Londër, shpi punë letër. Okej, po më bëjnë kërkesa tani për të shkuar diku. Dhe 3 janë ndihmat. E para është që është një veprim politik. E dy, do të thënë, kjo është korniza. E para është një vendimarrje, e dyta që përcakton një ndryshim, dhe e treta që është determinuese. Pra, është një ato raste ku ti e bën edhe nuk ka kthim pas. Ti e merr si vendim dhe nuk është se mund ta diskutosh përsëri, por që një prej tyre mund të ndryshojë rrjedhën e shumë gjërave. Pra, një veprim politik, një vendimarrje politike, një ndryshim politik, një përcaktim politik, cili çfarë ju bën ju të ndiheni më të lidhur për sa i përket një vendimarrje politike, kur bëhet fjalë për politikën. Keni parasysh ndihmën qytetare se kjo është shumë e rëndësishme. Është fakti që edhe një e vetme bën diferencën. Edhe një e vetme bën diferencën. Hajde Martin, kam besim tek ty Martin që do e gjesh këtë. Jam shumë e sigurt që do e gjesh. Është fjalë shumë e thjeshtë, është një nga ato fjalët shumë të thjeshta. Nuk e kuptua, dhe është të vështirë. Se sot Martini miropafshim, Giulio është dorëzuar. Martini është it's your time, it's your show tani. Është momenti për të treguar që ti mund ta bësh Martin. Është fjalë shumë e thjeshtë dhe është një veprim politik. Është një veprim që ne e bëjmë vetëm në jetën politike. Ndodh që ne ta përcaktojmë diçka, ndodh gjithashtu që ne të marrim një vendim shumë të rëndësishëm dhe ky vendim jon mund të çojë edhe në ndryshime. Madje ky veprimi jon politik, një prej këtij veprimi mund të ndryshojë të gjithë gjën. Po nuk mund ta them këtë fjalë çfarë ndryshon sepse do e kuptoni pastaj. Fjala është ligji. Jo, Ariola, je shumë afër në një farë mënyre, je shumë afër se lidhet me vendimarrjen, lidhet me kufizimet e tjera. Fushat elektorale na thot Martini. Më pëlqen shumë sepse je super afër. Aty me atë lidhet, me fushat elektorale, por something more. Nuk po t'jap mendima se e gjë. Dhe Armando e gjeti. Dorheqja na thot Giulio. Jo, Neni na thot Skërdilajti. Jo, e gjeti Armando. Dhe është vota. Meqense jemi dhe afër dhe në prag fushatës elektorale, ishte një fjalë shumë e rëndësishme për ta përmendur dhe gjeti Armando, bravo Armando. A vazhdojmë dhe me atë fjalën tjetër që ju e përmendët sot. Unë e di që do e gjeni, po thjesht tash t'ju them dhe këtë, meqense jemi, edhe kemi dhe pak kohë, derisa të shkojë tjetër. E para fjala ka të bëjë me arkitekturën. Është arkitekturë dhe janë 3 ndihmat. E para një reflekton gjallërinë, e dyta ka shumë personalitete. Dhe treta ka një rëndësi thelbësore edukimi. Lidhet me arkitekturën, cila është ajo fjalë që përmban në vetvete, kur them arkitekturë bie ti
ndërtesë, e cila ka gjallëri, ka shumë personalitete brenda, edhe ka rëndësi thelbësore për edukimin. Hera e dytë fitova dhe premten. Bravo Armando. Do të thotë që je i vëmendshëm edhe Martini është i demoralizuar. Sepse ishte shumë afër Martin, po u them Martin që po të kishe kohën dhe mos ta gjenin të tjerët, do ishe shumë afër rezultatet. Kështu që dëgjoj këtë Martin, se kjo është shumë e rëndësishme. Unë thashë që e diskutuam sot. Bën pjesë e arkitektura, ka gjallëri, shumë personalitete dhe ka rëndësi thelbësore për edukimin. Dorëzohem, thot Martini. Na thot Giulio Kisha. No, it's not Kisha. Na thot Ariola shkolla. Je super afër Ariola. Hajde. Thuaj e fjalën dhe ta mbylli. Humba quizin, na thot Madonna. Madonna është fjala e cila lidhet me arkitekturën dhe ka 3 elemente. Para ka gjallëri, ka shumë personalitete brenda dhe ka rëndësi thelbësore për edukimin. Ariola na thot shkolla është shumë close. You are too close me fjalën. Shkolla na thot Brikena. Amfiteatri na thot Armando. Hajde Armando, bëu finalisti dhe fituesi merituar me të 3 herët e lojës. Thuaj edhe një herë. Okej, është një fjalë që lidhet me arkitekturën. Dhe kjo fjalë që lidhet me arkitekturën ka 3 ndihma. E para ka gjallëri, ka shumë personalitete brenda dhe ka rëndësi thelbësore për edukimin. E unë e dua fjalën, shiko, Ariola na thot shkolla, Martini na thot mësimi, Giulio na thot universitetet, të tre janë duke thënë njëjtën gjë, por nuk po e thon atë fjalën që unë dua fjalën e saktë, dua fjalën për çfarë bëhet fjalë. Ambientin dua unë, atë fjalë dua. Hajde tani ku ti punon interneti më mirë. Lënda mësimore na thot Martin tjetër, përqendrohu më shumë tek shkolla, tek arkitektura, tek ndihma, tek korniza. Bëhet fjalë për arkitekturën. Hajde se gjetet është shumë e thjeshtë. Është shumë e kemi thënë sot, nuk e di sa herë mund ta kemi thënë atë fjalën sot. Me këtë ju ndihmova shumë. E kemi thënë shumë herë atë fjalë sot. Salla e mësuesve na thot Ariola. Jo, po je shumë afër. Nuk e di se nuk e thoni. Aula. Çfarë është aula? Mos është klasa, domethënë. Tjetër, a fjala si është? Klasa na thot Ariola tjetër, a dua atë fjalën tjetër që ka shumë person. Faleminderit Armando. Faleminderit Armando. Auditor, the winner is Armando Darcy. E thash mirë, ishte mami shkruan auditor, ma ka shkruar dhe mami auditor, më thot. Po, mami është auditor. Sa po gjeti Armandi, auditori se s'po vinte, pikërisht është e bukur loja. Sa keni fjalën aty, nuk e gjeni dhe nuk e thoni. Shumë mirë. Vjen shumë mirë që gjetet fjalën, e gjeti Armando mami dhe pastaj filluat me radhë. Bravo Armando, je fituesi për sot dhe ke fituar 3 quize deri më tani. Edhe unë e shkruajta na thot Ariola, e ke shkruar lart? Ke shkruar klasa, salla mësuese, apo e shkruajte e bëre gati? Dhe se niste. Franci po më thonte kisha më duket, apo Franci po thonte teatri. Ua, unë po e gjeja për verë në episodin e fundit të... Thot Martini, unë do e gjej për në verë në episodin e fundit sot me Gjesin. Atëherë kam duke përshtypje që do ta gjesh Martin, ose do bëhen reale këto aludimet që unë tregoj fjalë me ty, duke ta thënë ty fjalën paraprakisht. Megjithatë, ne do vazhdojmë ta ruajmë seriozitetin deri në fund. E fitove një kafe turke në ato Skerlilajti dhe e fitove një kafe turke me të vërtet dhe një kafe ekspres. T'ju përshëndes tani. T'ju përshëndes, t'ju lë dhe të më lini me të njëjtën kohë dhe t'ju lë takim nesër në orën 10:00 përsëri në rubrikën Sot me Xhesin, do flasim për një tjetër temë, besoj, edhe do kemi më shumë lajme nga bota, nga rajonet dhe nga shoqëria sigurisht, sepse me të vërtetë këto ditë kanë qenë të qeta, por kur ka këto qetësinë ekzemplare dhe është një qetësi e frikshme, mund të sjellësh shumë gjëra. Ora është në 11:11, thonë që duhet mendosh një dëshirë kur është ora 11:11, unë se bëj asnjëherë, megjithatë po e bëj sot. Dhe thot Ariola që është mesazhi më i bukur që mund të kem marr, është u kënaqa sot. Dhe unë jam kënaqur shumë sot, çdo ditë me ju, edhe ndihem shumë mirë që kemi këtë lidhje bashkë dhe që Dritari.net e ka hapur këtë dritare për gjithë ne. Unë ju përshafoj shumë, do të shihemi nesër në orën 10:00. Mos harroni, jemi live në të treja platformat Facebook, Instagram dhe YouTube. Ju pres të treja. Ju pres të treja platformat. Ju pres gjithmonë në orën 10:00, mos harroni. Ndonjëherë 10:05, po ma falni se ndonjëherë ka ndonjë telefonat nga babi dhe mami dhe nuk i mbyll ndonjëherë telefonin. Nuk ndodh kurrë kjo. Mos e bëni asgjë. Ju përshafoj shumë, kalofshi të bukur na thot Skerlilajti, gjithë të mirat edhe për ju dhe shpresoj me gjithë zemër që të kaloni sa më mirë edhe ju përshafoj grupi, thot Giulia dhe unë ju përshafoj gjithë. Faleminderit.